Vetëm pak ditë pasi u kurorëzua fituesi i edicionit të 4 të shtëpisë më të famshme në Shqipëri, Gjesi duket se ka nisur një kapitull të ri në jetën e tij. Ai ka fshirë të gjitha postimet e mëparshme në llogarinë e Instagram, një veprim që ka ngritur pikpyetje pasi nuk ka dhënë ende një arsye publike për këtë vendim. Përveç se ka pastruar profilin, Gjesi ka ndryshuar edhe fotografinë e tij të profilit, duke vendosur një imazh të ri, duke lënë të kuptohet se ndoshta po nis gjithçka nga e para. Ndërkohë fituesi i shtëpisë më të famshme ka nisur të përgatitjet për projekte të reja që pritet të sjellë si shpejti në karrierën e tij muzikore. Por jo vetëm kaq, nga ana tjetër, edhe Igli Tako i ka hequr të gjitha postimet me Gjesin në profilin e saj në Instagram. Në ditët e sotme, ky veprim tregon shumë për çiftet e reja. Me sa duket, ose lidhja e tyre ka përfunduar, ose me sa duket, të dy po përgatiten për një projekt gjigant dhe në këtë formë ata tërheqin vëmendjen e publikut në maksimum. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.